Pas shumë polemikash, Greqia duket se ka shpërsuar ligjin për emigracionin. Por si përkthehet kjo tek shqiptarët, për këto do të flasi me Edmond Guri, gazetar në Greqi. Zoti Edmond, përshëndetje dhe faleminderit që pranove të jesh pjesë e emisionit Palimit. Përshëndetje Katina, faleminderit për ftesën. Atëherë, pas miratimit të ligjit të ri të migracionit, çfarë prisni konkretisht të ndryshojë tek emigrantët shqiptar? Për vërtetë se për të faktin që në muajin shkurt të këtij viti u votua një ligj ose më saktë pati një rifreskim të kodit të emigracionit në Greqi, duke sjellë ndryshime shumë të mëdha, edhe pse kanë kaluar shumë muaj, ende efekti nuk janë ndier, me përjashtim të disa kategorive të cilët ka filluar disa ndryshime. Fatkeqësisht ndryshimet e ligjore të kodit ligjor në Greqi vijnë në harmonizim me paktin e migracionit që Bashkimi Evropian ka vendosur dhe ka miratuar këtë vit, madje para pak kohësh, u miratuar dhe në Parlamentin Evropian, ku ka një ndryshim drastik të gjithë dinamikës politikave migratore aq më tepër të filozofisë së migracionit, ku Greqia, si gjithmonë, ku bëhet fjalë për migracionin, është vendi i parë në BE që merr më të ashpra dhe ja aplikon në një kohë shumë rufe, por gjithmonë kur ato janë dëshkuese, jo kur janë lehtësuese ose përmirësuese për të cinetetës kitarëve të vendit ose të thjesht emigrantëve. A mendoni se ligji i ri zgjedh problemin më të madh të shqiptarëve që janë vonesat shumë vjeçare në lejet e qëndrimit? Ligji i ri ka janë dy standarde, më të themi. Standardi i parë që lidhet me ata që janë me leje të rregullt qëndrimi në Greqi, janë në proces të rinovimit. Ata përfitojnë, pra ka disa kategori të cilët do të përfitojnë lehtësira, konkretisht do të përshpejtohet procedura e lejeve të qëndrimit, duket që prej disa muajsh ka një rrisi, ose ka një ndryshim në dinamikën e rinovimit të lejeve të qëndrimit, afatet kohore janë reduktuar, ka një ndryshim për lejet e kategorive 3 vjeçare, të cilat shpeshherë, ose më saktë rreth 5% e emigrantëve i marrin të skaduara, pra marrin vetë vendimet, aktualisht po përshpejtohet dhe po jepet me formatin e ri, me ndryshimet ligjore, me vlefshmëri 5 vjeçare. Dhe një kategori tjetër që ende nuk është aplikuar, pra nuk kanë dalë kërkore të cilat do të uzojnë drejtoritë e decentralizuara Departamentit e Migracionit për të aplikuar ligjin e ri që do të thotë grup moshat 65 vjeç e sipër, të cilët nuk kanë mundësi të punojnë ose kanë vështirësi për të siguruar, do mund të rinovojnë lejen e qëndrimit me situacion privat. Ende kjo kategori nuk ka fituar, pra nuk po përfiton nga ligji, sepse thjesht ligji nuk po aplikohet. Por, njëkohësisht në ana tjetër, vazhdojnë të dalin kërkore dhe ligjet, të cilat janë akpërsuese, të cilat rëndojnë dhe penalizojnë të gjithë pjesën tjetër të bashkëqytetarëve tanë ose të emigrantëve, të cilët ose ranë viktimë dhe janë mashtruar nga personat të papërgjegjshëm ose ndodhen në status të paligjshëm në Greqi. Ata e kanë të pamundur se shumë të vështirë për të pajisur me leje qëndrimin në Greqi. Cilat janë 3 problemet më serioze që ju raporton shqiptarët në Greqi? Mungesa e shansit për pajisje me leje qëndrimi, ku kjo bie ndeshje shpeshherë me dobësinë e vet administratës greke, e cila shpeshherë edhe pse ligji parashikon ndryshe, zbatohet apo interpretohet ndryshe, dhe ky është problemi më i madh. Së dyti, kategoria e shqiptarëve të cilët jetojnë prej 3 dekadash e më tepër në Greqi ose janë pjesëtarë të familjeve të shtetëve grek, në shumicën e rasteve i marrin leje të qëndrimit të skaduara dhe pjesa tjetër ka një problem shumë të theksuar kohë të fundit lidhur me vërtimet e aplikimit. Kur bëhet aplikimi për renovimin e lejeve të qëndrimit, pajisjet nga sistemi me një vërtim aplikimi. Ky vërtim aplikimi ka vlefshmërinë e lejës së qëndrimit, por fatkeqësisht një pjesë e mirë apo një numër shumë i madh institucioneve greke nuk e marrin në konsiderat dhe sjellin pengesa të shumta, që do të thotë u privojnë subvencionimin, privojnë të drejtën në punë, u krijojnë probleme në sistemin bankar dhe kështu me radhë aq më tepër u privojnë të drejtën e udhëtimit në vende të tjera të Bashkimit Evropian, përveç se në vendin e origjinës. Çfarë i keni kërkuar Ministrisë Migracionit gjatë takimeve tuaja? Nëse diaspora shqiptare në Greqi, kemi bërë një takim shumë të rëndësishëm zyrtar me ministrin e Migracionit në Greqi para 1 muaji gjysmë, dhe pikërisht çfarë u thash më herët dhe shumë probleme tjera
ja kemi paraqitur duke bërë një hartim të detajuar të gjithë dinamikës së problematikave që kanë shqiptarët në Greqi dhe ja kemi paraqitur ministrit në kuadër, pra duke bazuar në ligj, por kryesisht në takimet që ne patëm me ministrin kemi i paraqitur 20 kërkesash ku kemi konstatuar dobësitë ligjore, pra mundësinë ku mund të veprojë Ministria e Migracionit ose aq më tepër një dobësi që ka vetë kuadri ligjor në Greqi, për vetë faktin se Ministria e Migracionit nuk është organi i vetëm kompetent, por ka bashkëkompetenca me Ministrinë e Jashtme, siç është Ministria e Brendshme, Ministria e Jashtme apo Ministria e Financave. Nga ana tjetër ka një problem shumë thelbësor dhe shumë të rëndësishëm që lidhet me vetë administratën greke, ku shpesh herë administrata ndryshe e kupton, ndryshe interpreton dhe ndryshe zbaton ligjin. Gjë e cila sjell vështirësi tek bashkëtarët tanë. Dhe në këtë kontekst edhe i kemi paraqitur me shkrim këto kërkesa për të marrë në konsiderat. Dhe ministri na premtoi që një pjesë tyre do të merren parasysh, por gjithmonë duke marrë parasysh se ai ka një filozofi e cila i përket kryesisht të djathtës greke dhe shpresoj të pakën ato problematika që lidhen me emigrantët e ligjshëm në Greqi të mos anashkalohen sepse ka të bëjmë me cilësinë e tyre të jetës. A besoni se administrata greke është gati të zbatojë me sukses ligjin e ri apo nevojitet ende ndërhyrje? Nevojitet shumë të ndërhyrje sepse administrata greke, siç e thamë herët, ka një dobësi në mënyrën e ose më saktë në qasjen e saj në zbatimin e ligjeve në Greqi, sepse Greqia është një vend i cili në fund të ditës i bashkohet filozofisë ballkanike duke krijuar shumë burokraci dhe vendi pakun që është vendin e parë në Evropë për burokraci. Nga ana tjetër ka një problem shumë serioz të mungesës së personelit në drejtorinë e decentralizuar të Departamentit të Migracionit dhe kjo sjell vonesa ose më saktë mbi ngarkesë punë gjë e cila vonon apo sjell dhe pengesa në procesin e rrëmimit të lehtëndrimit apo edhe të proceseve të tjera. Në këtë kontekst ne e kemi ngjitur si çështje dhe Greqia është i vetmi vend ose pakën kemi konstatuar që nga viti 2008 deri më sot nuk ka shtim personeli. Pra, Greqia pavarësisht dinamikës së emigrantëve që ka, punon me të njëjtin personel. Edhe në dy raste kur është tentuar të shtohet personeli, fatkeqësisht ai personel është tërhequr për shërbime të tjera, zakonisht ose në procedurat e deputetëve apo figurave politike të ndryshme apo qoftë edhe të administratës publike kryesisht në bashki, duke lënë të dorës dy do të thotë më saktë, duke lënë poshtë dhe në dobësi çështjen e emigrantëve. Kjo sjell shumë vonesa. Por ai që mendoj është një nga pikat më kryesore që ne si diasporë kemi ngjitur dhe si emigrantësh është fakti që mungon eksperjenca, mungojnë personat e kualifikuara, nga më tepër personat me njohuri juridike të cilët mund të japin interpretim të drejtë ligjit. Pjesa më e madhe e personelit që punon në periferia, siç njihet gjithësisht, janë persona që kanë eksperiencë pune, por jo njohuri të mjaftueshme ligjore dhe shpeshherë vendimit të tyre vjen ndesh me interpretimin e ligjit apo ngarkojnë drejtësinë greke dhe vështirësojnë jetesën e emigrantëve dhe për këtë Greqia shpeshherë është dënuar dhe nga gjykata e drejtat njeriut apo është kritikuar nga Bashkimi Evropian. Pse shqiptarët vazhdojnë të përballen me pritje të gjata dhe pse janë komuniteti më integruar në Greqi? Është paradoksi që thamë pak më herët, është ajo filozofia ballkanike që ka Greqia duke prodhuar politika anti-migratore, por në dëm të emigrantëve dhe me lejon të sjell një faktor ose një statistikë shumë domethënëse. Konkretisht, në Greqi flitet për 900.000 emigrantë të rregull, por që në realitet janë 500.000 emigrantë të ligjshëm. Pjesa tjetër, rreth 400.000 janë qytetarë evropianë që kanë marrë leje qëndrimi në Greqi. Por për politikën greke përbëjnë gjithë emigrantët. Ndërsa kur vjen momenti që bëhet ai sqarimi, sigurisht në backstage ose pas kuindave sigurisht që flitet për qytetarë evropianë. Por aludohet me pa të drejtë për emigrantët. Pra, Greqia nuk ka 1 milion emigrantë, 800.000-900.000 apo siç rëndom bëhet ai populizmi dhe ajo politika e rutinës së përditshme, janë rreth 500.000 emigrantë. Nga këta 500.000 emigrantë, rreth 260.000 prej tyre janë qytetarë shqiptarë. Pra, imagjinoni 35 vjet emigrim në Greqi, shqiptarët po e praktisin Greqinë dhe numri është reduktuar nga 800.000 që diku ka qenë me leje qëndrimi të rregullt, aktualisht është reduktuar në 260.000. Dhe kjo vjen për shkak se shqiptarët janë ndarë në dy kategori, ose më saktë në 3 kategori. 260.000 që janë në pritje të leje qëndrimit, rreth 100.000 të cilët ose kanë humbur lejen qëndrimit se janë pa leje qëndrimit ose me
të ardhur në Greqi me vizën 3 muajore me Schengen, ose pjesa tjetër që ka fituar seksin greke. Por ai që është, mendoj, pjesa më e madhe të fakti vitet e fundit emigrantët shqiptarë ose qytetarët shqiptarë nuk e preferojnë me Greqinë sepse ka burokraci dhe nuk pajisen lehtë me leje qëndrimit. Pavarësisht këtyre, siç thamë më herët, administrata greke ka një problem shumë të madh të burokracisë dhe ka një problem shumë serioz lidhur me mënyrën e zbatimit ose pamundësinë për të shërbyer këtij volumi kaq të madh emigrantësh. Do doja të kuptoja më shumë për padrejtësitë rreth burgjeve që u bëjnë dhunën që krijojnë ndaj shqiptarëve. Si qëndron e vërteta? Historia e burgjeve në Greqi është histori e thjeshtë, histori e cila ka shumë dimensione, gjithmonë fatkeqësisht jo çfarë flet media gjithmonë këndon është e vërtetë, janë shpesh interpretime të njëanshme, aktualisht në rreth 1300 të burgosur se shqiptarë. Në gjithë totalin e tyre, për llogaritet që për vrasje apo tentativë vrasje nuk janë më shumë se 120.000 shqiptarë. E gjithë pjesa tjetër ndodh në burg ose për trafikin e narkotikë ose për shkele apo për procese të ndryshme të cilat shpesh nuk janë, në të themi, në proporcion me komunitetet tjera migratore, aq të rënda siç janë ato. Pra, edhe pse flitet shumë për emigrantë shqiptarë që kanë mbushur burget greke, në proporcion me dinamikën e komunitetit shqiptar në Greqi, përqindja është brenda parametrave që parashikojnë policitë botërore apo ato të sasive të Bashkimit Evropian për një komunitet kaq të madh. Në fakt më shumë dua të di për abuzimet që bëhen për shqiptar, ndaj shqiptarëve, që dalin dhe në faqet e para të gazetës. Aty tek ajo pikërisht këtu do të konkludoja, do të diçka, është një problem i cili vjen nga thellësia e viteve. Pra që në fillim të herës, shqiptarët në Greqi deri në vitin 2005-2006 dënoheshin pa përkthyes ose pa ndihmë ligjore. Më pas, edhe pse u emëruan disa përkthyes të cilët nuk ishin kompetent, nuk e njihshin gjuhën greke, ishin persona të cilët u emëruan nga administrata greke për të marrë një rrogë, por faktikisht nuk u ofruan ndihmë. Nga ana tjetër, është bërë një apozim, në më ta themi kështu, mediatik ndaj shqiptarëve, ku shqiptarët në çdo rast, pavarësisht nëse kishte apo jo një vendim gjykate të formës supreme që atë shpallte fajtor, media e dënonte duke shpallur fajtor, madje jo fajtor terrorist, madje ishte një opozit, në më të themi kështu, shumë të padrejtë, duke krijuar një kohezion shumë negativ në opinionin grek. Në shumë raste, vetë drejtësia greke, edhe pse shqiptarët dalin të pafajshëm, ka një klauzulë e cila i pengon ata për të shkuar në shkallë të tjera, qoftë për të marrë dëmshpërblimi apo për të drejtuar gjykatës evropiane, sepse në pafajësinë e tyre gjithmonë është ajo klauzula që siç njihet rëndomt është i pafajshëm për shkak të dyshimeve. Pra, kaq mjafton për të penguar të drejtën e tij për të fituar dëmshpërblimi apo aq më tepër për të fituar pafajësi apo atë që takon në gjykatat evropiane. Nga ana tjetër, ka një mungesë domethënë të theksuar të shtetit shqiptar, ka një dobësi të vetë komunitetit shqiptar në Greqi, e cila nuk ka ruajtur ose më saktë nuk ka mund të gjetë dinamikën e duhur, sepse nuk ka pasur një koordinim dhe bashkëpunim, në më të themi, me shtetin shqiptar apo me organizata të tjera. Pra të gjitha ato krijojnë atë zinxhirin e cila në fund të ditës dëmton shpeshherë shumë persona që janë të pafajshëm. Pra, këtu flasim persona që janë vrarë, persona të dhënuar nga policia apo të cilët drejtësia greke ka gjykuar dhe ka vendosur ndryshe. Si u duken marrëdhëniet Shqipëri-Greqi? Fatmirësisht ka një qasje ndryshe dhe kjo vjen për shkak të fenomenit Bejleri. Unë jam kritikuar shpesh sepse ka qenë i pari që kanë folur për fenomenin Bejleri, sepse siç e thamë herët, mentaliteti ballkanit është shumë e vështirë për të kapërcyer, për të kaluar qoftë nga Tirana zyrtare apo aq më tepër nga Athina zyrtare që vitet e fundit për dekadash ka krijuar mostra politike siç ka qenë Agimi Art, Partia Laos apo Niki apo Greke Pavarë, të cilët nuk e kanë asgjë të dalin në mes të parlamentit të Greqisë dhe të kërkojnë pushtimin e Shqipërisë, luftimin e Shqipërisë apo bombardimin e Shqipërisë, pra edhe që duket absurde, atë për ata është diçka normale, madje shumë forca politike të cilët ose më saktë Athina zyrtare arsyetohet me faktin që është demokraci. Po ç'mund të jetë demokraci me dy standarde, të standardet në fund të ditës rëndon tek këtësia e jetesës apo në të themi tek raporti shoqëror. Fatmirësisht,
fenomeni Beleri erdhi për të dhënë një shuplak fort Tiranës zyrtare dhe Atinës zyrtare. Athina u mundua ta trajtonte në një formë dhe duke dhënë një dimension ndërkombëtar, nuk mori suport në dur, Tirana zyrtare e përdori politikisht dhe duke që të dy vendet tashmë ka marrë mësimin e duhur dhe po i krijojnë një qasje ndryshe në raportet me të dy vendeve, duke krijuar atë frymën e ngushtë të bashkëpunimit dhe kryesisht të mirëbesimit midis palëve për mos u përsëritur me situatë, sepse kur ndodhi fenomeni Beleri, raportet Shqipëri-Greqi u pezulluan për 2 vjet. A ka gjasa që të zgjidhet një herë mirë çështja e detit? Varet nga aktualisht nëse më ta interpretojmë për te Shqipërisë dhe vullet Atinës zyrtare, Tirana zyrtare, mendoj që nuk është çështje dypalëse për shumë hypotesh dhe faktorë ndërkombëtar që shpesh ne vjen na shkalojmë, qoftë këtu faktori i tretë që vjen nga Linda, qoftë faktori kryesor që është perëndimi, aq më tepër edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që ka një qasje ndryshe aktualisht në gjithë këtë rend të ri botror që dhe këtë formë dhe një aplikim dhe një mënyrë krejt ndryshe çka ne ishim mësuar deri më sot. Pra, është një çështje që mendoj do marrë kohën e vet dhe të dy vendet edhe pse po punojnë fort në këtë tim, pra ka premtim dhe deklarime zyrtare si nga kryeministri i Shqipërisë dhe kryeministri i Greqisë për adresimin e kësaj çështje për zgjedhjen në gjykatën ndërkombëtare, mendoj që do marrë kohë dhe është një çështje vërtet që është shumë e vështirë për të zgjidhur sepse nëse do të zgjidhej, automatikisht do të kionte precedent për vendet e treta që nuk u intereson ose nuk duan që të zgjidhet kjo çështje. Nëse Europa na jep drejtën jeshile ashtu siç pretendon kryeministri Rama, a mendon se Greqia do e votoj pra? Greqia ka qenë që në fillim të herës mbështetëse e integrimit të Bashkimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Shpeshherë qeveritë greke kur kanë dhënë minatimin e tyre janë kritikuar ashpër nga opozita e tyre për lëshim ndaj Shqipërisë, siç ka ndodhur me opozitën shqiptare duke akuzuar qeveritë analoge për lëshim ndaj Greqisë. Greqia insiston dhe kërkon me ngulm duke në më të themi rizgjuar dhe njëherë interesin dhe aq më tepër më të themi për mbështetjen e Shqipërisë për të bërë antare e Bashkimit Evropian, sepse Greqia konsideron, pra Atina zyrtare mendon se antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të qetësonte situatën dhe do të ishte një mundësi shumë e mirë për të zgjidhur shumë më lehtë problemet që mund të kishin dy vendet. Por a do ketë një kosto shteti jon ndaj kësaj vote pro? Sigurisht do ketë një kosto dhe kryesisht kosto të lidhet me në interesat kombëtare dhe ime, sepse Evropa kërkon dhe insiston vetë që problemet që janë madhore dhe janë dy palë që insiston të zgjidhen para antarësimit të Bashkimit Evropian dhe në këtë kontekst sigurisht që presioni nga Tina zyrtare do jetë shumë herë më i madh dhe duhet qartë që kur diçka nuk shkon, mediat me Greqi gëlojnë ose më saktë që është vërtet një pikpyetje e madhe, e humbasin ndjesinë e profesionalizmit dhe sajojnë lajme apo informacione të cilat nuk përkufizojnë realitetin, por që mjafton për të krijuar një zemërim dhe një interes në opinionin publik në Greqi. Zoti Guri, falenderoj. Ishte kënaqësi. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.